Përshëndetje. Jemi këtu sërish nga Instagrami i revistës Story. Unë jam Klotilda Harka. Sot kemi një takim virtual me një këngëtare që ka një karrierë shumë të gjatë, sepse ka nisur shumë herët, edhe pse tani është mami. Kanë qarkulluar shumë lajme për të, edhe për shkak të jetës private. Ajo quhet Adelina Tahiri. Me Adelinën do lidhemi tani. Le të shohim, jemi Adelinën. Para një viti ajo publikoi një këngë që thit për gjithmonë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Ja, po mundon të rregulloj kamerën veç një sekond që më sa mbaj me dorë, kam vu një gjë këtu mbrapa. Edhe unë i kam gjetë diçka dhe i kam stabilizuar telefonin. Si je? Mirë. Si je rilanduar? Tani e bërë mami. Po. Janë pozita të tjera natyrisht, domethënë për një artiste që ka qenë gjithkohës e lirë edhe papritur i ndryshon jeta për mirë, as diskutohet, pavarësisht se janë bërë shumë komente për jetën tënde, ti ke lexuar të gjitha. Po kam përshtypjen që tani nuk të bëjmë përshtypje. As më nuk lexoj. Nuk i lexon fare. Unë kam në kuptimin flas kur kam qenë pa obligime dhe nuk kam pas familje, kam pas shumë kohë të përkushtohem me internetit dhe gjërave të kota që tash nuk kam kohë dhe nuk më shkon mendja që unë të lexoj diçka, apo diçka për veten, të merrem se çka thuajnë, ose merr dikush në telefon Adelina, ke një koment kështu, as nuk merrem se kam kuptuar që gjërat e lumtura të bëjnë të kuptosh sa rëndësi ka jeta dhe sa të pavlerë janë ato që shkruajnë keq dhe ato që fyjen ose paragjykojnë. Po çka në fundit, apo unë them se përveç zilis nuk kanë asgjë tjetër, se edhe nëse ti bën një zgjedhje të gabuar, ti e bën për vete. Çfarë do ta thurë në fundit? Po, ne gjithmonë kemi një popull më i mirë, po të njëjtën kohë kënaqemi dhe na kënaqet shpirti kur merremi me hapësirave, se mendojmë se tonat i kemi rregulluar gjitha, e tash kanë mbet vetëm hapë Adelinës, ka mur Adelina. Po e Adelina, gjithçka që ka të bëjë me, sidomos me neve në përgjithësi këngëtarët, ose mund të them që kemi fan në thojza, gjithmonë jemi tabu për çdo gjë, qoftë ajo e mirë, qoftë edhe ajo e keqja, gjithmonë diskutohemi si për gjërat mira, si për gjërat këqija, po unë më jam operuar sinqerisht nga këto gjëra, sepse si duket koha, mosha dhe çdo gjë tjetër. Normal se në momentin që ke përjetuar një, mund të themi, në disa vite, po gati 15 vite në skenë, ndoshta më shumë, a? Unë këndoj mire me muzikë që nga mosha 14 vjeçë, tani jam 28. Je 28, domethënë gjysma e jetës është në skenë. Sinqerisht po sikur ta ktheja kohën, unë pa muzikë nuk mund tjetër, pa marrë parasysh gjërave tjera, po asnjëherë atë çere nuk do kisha kaluar me muzikën, sepse muzika është e mirë, të neve është dhe e keqe, sepse gjithku në botë, sikur dhe të ne, gazetarët kanë shumë drejt, dhe ato të neve shumë e keq përdorin, se shkruajnë dhe nuk pa e menduar se sa ty të lëndon ajo gjë dhe çfarë moshe ke ti dhe çfarë përmban ai tekst, ai ka rëndësi vetëm ato, dhe ka rëndësi vetëm atë detyrën e vetë. Lëndon, është ajo, nuk ka rëndësi. Po është një gjë tjetër që ne gjithë këngëtarët që fillojmë të këndu, duhet ta kemi parasysh që muzika nuk bie vetëm gjëra, pa vi vetëm muzikë, përmban mbrapa vetës një bagazh të madh, i cili duhet kesh fort dhe kesh përkrahje që ti i kalosh. Nëse që dorëzohesh, atëherë bjen top. E kuptoj. Unë nuk e di se të dëgjoj me shkëputje, ndoshta është problemi i internetit tek ty, se kam iden, po të dëgjoj pak me shkëputje. Unë shkëputa nga Wi-Fi, tani jam në fortë
arsye që të mirë. Po nuk e di. Mos ndoshta është më mirë me Wi-Fi? Si mendon? Provoj. Ta provoj një herë sepse shkëputet zëri dhe nuk dëgjohen mirë deri në fund frazat. Tash është më mirë? Është më mirë tani. Kështu më duket edhe si më duket mirë edhe figura, më duket më e pastër. Në vitin 2013 ke pas një këngë që titullohet Trilioner. Po. Ishte ky titull dhe mos ndoshta e ndolle vetes që ti një ditë do martoheshe me një burr të pasur, ashtu si thon mediat, se ne nuk e dim se sa i pasur është. E di, mediat e din. Unë e kuptoj. Ashtu, Sigurisht që një femër e shkafet, një femër inteligjente nuk mund të jetë njëri jo të suksesshëm ose njëri jo të zgjuar, për shembull. Anën financiare e kushteve, kupton? Po unë e quaj veten si femër inteligjente mbi gjitha, pastaj të bukur. Dhe të ndërlidhem me pyetjen që më bëre sa i përket asaj këngës Trilioner, ka qenë një duet që unë kam bërë me një i cili ishte shumë talent për muzikë. Unë gjithmonë vetet e mia që i kam bërë, gjithmonë kanë qenë me njerëz me persona që nuk kam pas të bëj shumë me famën. Tash jem si ndihmë për ta që ato të mund të prosperojnë. Dhe teksti nuk e kam shkruar unë, po ka qenë rastësi. Dhe e bëm këngën, pëlqente teksti dhe ishte teksti bukur, po nuk ishte të bëj me jetën time pak. Jo, atëherë jo, po ndoshta se ndonjëherë, domethënë thonë që energjitë funksionojnë. Çfarë përmend, kujdes, është një shprehje kujdes me çfarë fjalësh ose çfarë mesazhesh i jep vetes dhe hapësirës. Ti beson te kjo? Sigurisht që gjithë ne, një nga një, mas pari e duam veten, shëndetin dhe gjithçka të bukur çka është. Ne gjithë luftojmë për të pas një jetë më të mirë dhe gjithë luftojmë për të fëmijëve ose rrethanës ose ku jetojmë ne të jetojmë më mirë. Dhe kështu që ato kush e thot jo, gënjen veten. Unë atë mendoj sepse kjo është një situatë real. Dhe vetëm këta edhe biznesanët dhe njerëzit të marrin një rrogë të tillë, ato punojnë për një jetë. Kur të ishte ashtu gjithë do rinin shtëpi dhe do me qiellin. Si është martesa jote? Domethënë si ishte para se të jetoje me se ka emrin të vështirë bashkëshorti yt, Serioza? Si ishte para se të martoheshe dhe si është tani? Të ka dalë më mirë? Ai person, ke njohur një person më të mirë, të njëjtë, apo keni dhe ju ato zënka tuaja si çift? Ajo nuk diskutohet, ajo po mos nuk kemi bashkëtesë dhe bashkëshortësi. Po sigurisht që një hap kur më bën çdo për bashkëtesë, mund të them, për bashkëshortësi, gjithmonë është një pikë pyetje për arsye nga frika dy partnerët, dy anët, është gjë psikologjike që ti nuk e din se çfarë do ndodh më andej, kush nga ata do ndryshoj. Po sinqerisht unë jam befasuar në anën pozitive, sepse unë kam një njeri mbi gjitha që më beson mua dhe më don si Adelina, nuk më don si Adelina Tahiri, po më don si identitet kush jam unë dhe kam shumë të rëndësi për mua. Unë besoj në atë instiktin dhe besoj në gjithmonë një mendim kur e jap për një person, gjithmonë më del ashtu. Dhe unë jap një vendim për veten time që unë të bashkëtoj me dikë dhe ty në bashkëtim. Sigurisht ka pas vend në zemrën time të sakrifisoj çdo gjë që unë të merr atë dhe të jem me të. Sigurisht që ka qenë diçka më e fortë unë dhe diçka që mua nuk më ka zhgënjur. Përkundrazi, më ka bërë shumë bukur dhe më ka, nëse kam pas vetbesim vetveten, mund të them 100%, me të 1.000.000% jam më e fortë dhe ndjem më e sigurt.
Mund të na tregosh se si u njoh, e ke treguar në media, po mund të na e tregosh sepse kam lexuar diku që në momentin që je prezantuar me bashkëshortin aktual, dolën ca fjalë që disa persona ishin vrarë për ty. Personat, jo, Ishte si jemi njoftuar nuk ka lidhje të bëjmë për personat për vrasjen, se dolin një, si gjithmonë që është shkruar, u shkruar dhe atër që është bën një vrasje për mua që nuk ishte as pak të bëj vrasja me mua, dhe sigurisht që unë njifesha me bashkëshorten, po ishin vetëm shok, dhe mora në telefon, tash të lutem, shif kështu është puna, ka ndonjë gjë dhe nesër po më thrasin polici dhe më trego si t'ja bëj se unë nuk isha as këtu, unë isha në Kosovë dhe ditën që erdhe unë pash gazetat, pash lajmet, nuk është se disha diçka. Dhe normal që ai më sugjeroi çfarë të bëj dhe si të merrem dhe morin telefon, kish marrë ta nuk ka lidhje as pak, po sigurisht që duhet të shkosh të japësh një qara. Po mënyra se tuar ishte se burri kishte një vit e gjysmë që donte të pikë, po unë nuk shifsha arsye pse të pi kafe me një njerëz që unë nuk e njoh. Dhe kishim një mik të përbashkët që akoma e kemi nëpërmjet. Më fal, ndalo pak, nuk e di çfarë mund të bëjmë sepse po dëgjohesh komplet me, po e thonë edhe ndjekësit që dëgjohesh komplet me shkëputje. Po sikur të thjesht të zhvendosesh e ndoshta është këndi aty që nuk jemi uaj. Tash do provoj. Tani dëgjohem më mirë? Tani dëgjohesh më mirë. Vesh një sekundë, se nuk e di ndriçimin si ja kam rënda. Aha. Një sekundë. Serce isključuje što ќе се случат бабата. Или иди во спан. Tani? Tani më dukesh. Tani je në rregull, po më mirë, presoj që mos shkëputet. Nuk e di. Tani janë dëgjohet mirë? Po, tani dëgjohesh. Aha, dhe e lam tek pjesa që në fillim ishte shok. Që kishim një përbashkët. Të përbashkët, po. Dhe burim kish pa rastësisht me një kafe unë ku kam qenë me atë mikun ton dhe kish thënë të lutem të pi kafe me atë. Ai kish thënë është e pamundur, po do të bëj çmos. Dhe kishim pas një punë ata dy bashk, cilin burri kish mbaru punë për te dhe ky kish thënë të lutem çfarë kosto duhet për këtë punën, ai kish thënë nuk duhet asnjë kosto, po duhet të pi kafe me Adelinën. Dhe ajo kish premtuar. Dhe ai mirte një vit e gjysmë në telefon çdo ditë dhe unë refuzoja. Dhe pastaj erdhi një kohë pas një vit e gjysmë po flas çdo ditë më merrte në telefon Adelina të lutem të pim kafe me atë mikun tim, është shumë njeri i mirë, është avokat, ndoshta duhet ndonjëherë në jetë. Tash kur do më duhet, do të marr telefon, tani nuk më duhet. Dhe nuk e që kafe, se sigurisht unë jam njeri publik dhe gjithmonë kam pas me kë dal të pi kafe, se nuk e kuptosh arsyen pse duhet të pi kafe me një njeri që unë nuk e njoh. Sikur të ndodhe normal që unë takohem dhe me njerëz që nuk i njoh. Dhe tani, po sikur dalim me kafe pa e njoft fare, nuk kisha ndonjë. Dhe kaluan një vit e gjysmë kjo histori mos ta zgjas, çdo ditë merr në telefon, çdo ditë, dhe unë nga fundi fillova se u bëj bezdisshëm, fillova të do dal, tani jam në Shqipëri, pas 3 ditëve vi dhe do dalim. Dhe kështu vazhdova të bëj një muaj e gjysmë. Pas një muaj e gjysmë ai kish kuptuar se unë jam shkup, se më kishim pa me makinë, dhe morin telefon më mëngjes në ora 8, dhe më tha Adelina, të lutem eja te ky hoteli, gjitha gazetat po shkruajnë për ty, ke bërë namin për gazeta. Thash çau botash dhe kam dalë nga shtëpia me pijame dhe me shapkat babit. Dhe shkoj te kaj hoteli, as kam ladh dhëm, e më thot ti po tallesh me mua, ke një vit e gjysmë, unë po gënjej atë shokun tim, nuk ka kuptim, i kvesh në shtëpi dhe ja të njoftohesh. Dhe pas letuam punime dhe sigurisht që shkova, unë njoftova dhe më bëri përshtypje shumë se nga ajo çka mendova unë dhe nga ajo pash ishte krejtësisht tjetër. Dhe pash që është mbi gjitha një njeri shumë i edukuar dhe shumë i zgjuar dhe më bëri përshtypje pozitivisht se ishte krejtësisht tjetër ajo që prita unë. Dhe pastaj pruam numrin, se pash që nuk kam të bëj me një njeri që do më shqetësonte ose me një njeri që nuk do më linte rehat, po ishte shumë okay. Dhe tash për vërtet ndonjëherë një jetë do më duhet. Kisha disa kontrata për momentin që na shkrusha për imazh të bëhem, dhe ashtu filluam si ishim një vit e gjysmë vetëm miq, vetëm shok. Nuk u takoshim shpesh,
Po në mujt një herë, njaftë, pastaj filluam, pastaj filluam 2 herë njaftë, dhe kështu çdo ditë filluam. Po si ta bëri propozimin e parë që tha Adelina unë të dua? Jo, nuk më tha Adelina të dua, unë do ta them. Unë të jem shumë mirë me te, dhe fillova, është një fjalë që nuk di ta përkthej, kur e din që ndjen për dikën, por nuk don ta pranosh, ajo ndodh me mua, që unë ndjenja për te, por nuk dosha t'ja pranoj vetvetes. Dhe Pse? Më fal, pse? po, sepse ishin shumë gjëra që unë ai mos jemi bashkë. Si mosha, si kombi, si feja, unë sinqerisht këtë unë asnjëherë nuk e kam mohuar, po ishte diçka më e fortë se unë. Dhe thosha, Adelina, okay, ky është shumë person i mirë dhe bon me të është shumë okay, po janë shumë gjëra mbrapa që ndoshta dhe s'munden të bëhen. Se nuk e disha nga ana ti çfarë mendimi ka për mua dhe për shef ai mua. Se ne ishim shumë miq, pa i kishte frikë, çfarë do të më thoshte mua se kishte frikë më hup dhe si shoqe. Dhe isha mysafire e tij në Vjenë me një shoqen time, nga që ne nga Vjena unë kisha koncert në Zvicër. Isha mysafire e tij vetëm një natë. Unë nuk kisha lidhje se ky çfarë avokati është, çfarë suksesi ka ose kush është, sinqerisht. Nuk kisha kanë dëgjuar si emër, po nga që unë punoja më shumë në Shqipëri, aty isha atëherë në Your Face Sound. Nuk kisha të bëja as pak me Shkupin dhe nuk e disha, nuk kemi shoqëni as pak përbashkët, sepse jemi krejtësisht ndryshe, si nga puna, nga çdo gjë dhe nuk është se ndonjëherë kam dëgjuar për te. Edhe Shkupi nuk është aq i vogël, ka shumë njerëz suksesshëm që nuk njoh. Dhe u bëna mysafire e tij në Vjenë dhe më priti jashtëzakonisht shumë mirë dhe nuk ishte karakteri i tij tipik ashtu me sigurime, me ato gjërat ashtu e bën ti këtë. Mendon që me këto gjëra ke për të më marrë zemrën mu më pëlqen ti si njeri, po me këto gjëra nuk ke nevojë. Tha jo, të njëjtën jetë e bëj dhe në Shkup, po ti nuk e ke pa. Dhe aty ula, unë dhe me qajtë, se më përuni një buket shumë të madh me lule, dhe fillova me qajtë tash, po shoftë thash që qëllimet tona nuk janë deri tek miqësia, se kanë kaluar 2 vite që ne jemi shok. Thash do përshof që të kum po lind ndjenja dhe nuk e di a është ky hapi i duhur që duhet bër apo duhet unë tërhiqem, vazhdosh ti jetën tënde, unë timën, sepse ndoshta nuk ka perspektivë. Ky tha pse mendon ashtu? Se gjithmonë duhesh heqësh dorë nga gjërat që ti don ti bësh për paragjykime apo pse ti duhet ta kënaqësh shpirtin e dikujt. Ti duhet të jetosh për veten tënde dhe sinqerisht kur u ndalem me një anë mendoj, thash pse unë duhet bëj me dikujt, ose të merre me paragjykimet e ndonjë njeriu, se fundit dashuria ka thyer çdo rregull në botë. Dhe unë nuk është se ja pohova ato, tash po thash të ketë drejt, tash jemi një mentalitet që unë duhet të zgjedh nëpërmjet familjes dhe ty, familjen ose ty. Tash familja ime nuk e meriton këtë. Edhe fillova me çaj, dajmë për qafi, edhe në pusja, aty ishte pusja e parë. Në thëmë pusja e parë ishte në? Vjenë. Dhe aty fillon ndjenjat dhe kupton kur e din me dikën që mund të mos kesh perspektiv, të shtyn më shumë kesh me te. Edhe kur të bën dikush lumtur, nuk ishte mashkull tipik, nuk është që e kam burrin lidhjet para, kam pas dhe lidhje për para, që është gjë normale. Po mashkull tipik si tjerët ku je, me kë je, po thjesht ishte një mesazh që më thoshte zemër, besoj që ti je vetëm mirë dhe nëse diçka të shqetëson ose duhet veç më merr në telefon. Ishte edhe sa mos dush të jesh me dikën, të bënte të ndjesh shumë mirë dhe më bënte të ndjehem shumë e qetë. Që kjo gjë më bënte më shumë të lumtur se unë kisha shumë frikë që do të kisha të bëj me një mashkull që të më bënte torturë fëmica që janë. E ke përjetuar këtë xhelozin ose kontrollin? Asnjëherë. Të bëj në një lidhje, dikush të ka kontrolluar aq shumë sa ke thënë unë me tipa të tillë nuk merrem asnjëherë. Po, sinqerisht po, sepse sado që të themi jo, është gjë individuale, po shumica e meshkujve mund të them që janë xheloz sepse mungon vetbesimi. Dhe kjo gjë është shumë gabim për mua. Dhe unë jam një tip që unë nga familja kam pas lirin
nga fillim që nga e njoh veten. Asnjëherë nuk kam pasur ndonjë barierë ose ndonjë kufi, Adelina don këto ta bësh asnjëherë. Dhe kështu që kur e kam ndjej ato nga ndonjë mashkull, unë e kam kuptuar se është nga dashuria. Nuk është gjithçka xhelozia, nuk është dashuria xhelozia. Dashuria është kur dikush të don dhe të beson për ato që je. Dhe mbi gjitha i beson vetvetes. Vitin e kaluar ke publikuar këngën Për gjithmonë. Po. Dhe në vargjet e saj thua nuk të pëlqejnë lam të mirat, të pëlqejnë, domethënë të thuash më mirë me rupafshim. Që gjithmonë mund të ketë një vazhdim. Në jetë të pëlqen të thuash lam të mirë apo gjithmonë lë një mirupafshim për këdo që ke pas diçka. Mbarët të flasim për marrëdhëniet mia me ndonjë partner apo për gjithë? Me partner pastaj edhe me shoqëri. Jo, unë me partner asnjëherë nuk lë një hendek. Një për mirdita, sepse unë mendimi im është për një femër edhe një mashkull, cilët bashkohen bashkë dhe dikur ndonjëherë kam pas diçka, nuk ka arsye mbasi mbaron gjithçka i zjarrshuhet, nuk shoh arsye aty për të pas një mirdita, sepse ajo ka kaluar dhe mitësi nuk mund të ketë aty. Nga edukata ndoshta diku mirdita me kokë, po jo diçka më tepër. Unë ashtu jam, kjo është ndaret nga karakteri i njeriut dhe nga tipi i njeriut. A kështu në përgjithësi për jetën, për gjëra të tjera, në përgjithësi nuk dua të grindem dhe nuk dua edhe po të më gabon dikush, dua të mbaroj me të keq. Po mundohem të paktën me një lam të mirë. Po, me një lam të mirë. Si është marrëdhënia juaj tani? Bëhesh ti xheloz për bashkëshortin në kuptimin që është një person që është avokat, është siç thuhet është i pushtetshëm, takon shumë njerëz dhe ndoshta në një nga këto takime ai mund të takojë dikë që dhe mund ta pëlqej. Sigurisht që jeta është e gjatë, sa është e shkurtër është edhe gjatë, dhe kështu që janë gjëra që unë nuk mund t'i ndaj, sikur t'jetë ashtu dhe mos t'jetë ashtu. Unë nuk mund ta ndroj ato nëse ai takon dikën jetë, sikur më ka takuar mua ose unë atë. Kështu që unë nëse filloj mendoj ashtu, filloj të lodh veten dhe i trurin me gjëra shumë të këqija. Unë mendoj që ai mund gjej më mirë se unë, sikur dhe unë, po si unë nuk mund gjej. Se një Adelina është. Sigur ai që është një, unë as nuk mendoj, as nuk, si ta them, as nuk shkon mendja që ndonjëherë duhet të takoj ndonjë mashkull tjetër jashtë burrit, as nuk mendoj për atë se për momentin jam shumë. Edhe pse them, unë nuk jam në ato që do të jem për te grupe e fundit ose mashkulli i fundit, po që duhet të shfrytëzojmë gjërat e mira në momentin që i kemi. Momentin kur fillon mosbesimi, fillon xhelozia, fillon të merrem unë se me kë del ai, me kë takohet ai, këtu të shumë shpejt fund. Mbi gjitha, normal që nuk është se jam xheloze, nuk është se nuk më intereson ndonjëherë diçka, po që unë mendoj që femra dhe mashkulli e ka atë instinktin kur e do dikën ndjen. Edhe unë i besoj asaj ndjenjes time që unë jam e sigurt dhe i besoj 100% burrit. Shumë, bravo. Po ai të beson ty 100%? Si po, sa sinqerisht, po, sepse kjo nuk mund të jetë vetëm nga një anë. Kjo patjetër është jetë në dy anët që të funksionojë. Çfarë qëndrimi mban për karrierën tënde? Do ai që ti jesh prap intensivisht në karrierë apo po e bësh tani për qef? Tash tam sinqer, kur filluan gjitha mediat shkruan, unë ishte ajo që thash unë më nuk do të këndoj asnjëherë, sepse nuk u ndjeva mirë, nuk u ndjeva për krahje nga askush. Kush do që shkruan të veç komentet këqija. Nuk lexova një titull të mirë për mua. Dhe sa do pak ndoshta unë kam krijuar për muzikën, për popullin, kam krijuar për veten. A kupton, dhe kam merituar një përkrahje ndoshta 0.01%. Dhe unë nuk e ndjeva ato, përveç se prej familjes, unë ndjeva keq. Dhe thash unë ma nuk do të këndoj, dhe buri më tha, Adelina, unë deshta ajo që je, ti nuk duhet të ndryshosh për askën, po as për ato që të fynë, edhe për ato që të shajnë. Ti duhet të tregosh para tyre që ndrosh e fort, dhe të tregosh që ti je me mua apo pa mua, ti Adelina. Dhe më bëri përshtypje kjo gjë, dhe thash sigurisht që ke drejt,
pse duhet unë shkaku dikujt të binë grack ose të ndryshoj diçka që unë dua shumë. Dhe për atë arsye kaloj ca kohë, u stabilizua çdo gjë dhe tash pse duhet ta ndal sikur të më dëgjon mua vetëm një person. Kjo është arsyeja pse publikove klipin një vit më parë, fiks një vit më parë, apo jo? Klipin duket atë çka, po. Në kohë 2019, ndaj mend. Qershor. Po. Qershor më duket. U desht më parë të dalaj klipi, po arsyeja ishte për nga ana organizimit, u desht që në maj tjetë, po ndodhen disa gjëra dhe nuk u bë dot ai organizimi më herët, edhe pse u desht një ekip i madh të shkojmë në Kapadokja në Turqi dhe nuk është shumë e lehtë. Dhe për atë arsye doli në atë kohë. Po që unë e shijova një vjet bebin, shijova bashkëshortësinë, shijova çdo gjë dhe pastaj bëra këngën dhe vendosa të bëj klipin. Dhe ashtu. Ke plan të bësh një këngë të re? Sigurisht që po, kisha plan para pandemisë që ndodhi kjo, të vinë në Shqipëri dhe të filloj dhe këtë kohë planifikoj që atë jetë kënga gati, po që ja ndodhin gjëra që ne nuk i kemi në dorë dhe tani nuk e bara. Kemi të bëjmë. Ju jeni prindër të djalit tuaj Jon. Pse ja vendosët emrin Jon? Se ka shumë të famshëm në Shqipëri, për shembull është Ardiqe Breja që djali quhet Jon, Arbana Osmani, djali quhet Jon, dhe nuk më vjen ndonjë tjetër tani. Pse pikërisht Jon? Kush e zgjodhi emrin e djalit? E zgjodhëm bashkë, sinqerisht. Mua më pëlqen emri Jon shumë sepse është i shkurt, deti Jon dhe nuk e di pse më asocion diçka të kaltërt. Nuk e di pse. Dhe shumë mendosh shuni do të ketë sytë e mi, po nuk i ka. E pash, është shumë i bukur, vërtet, por syt nuk i ka të tut. Jo, nuk i kishte të gjelbërt, i kishte të babit tim, po ndryshuan, tani ka dhe më të erët. Ka pak gjelbërt, po nuk është ajo. Ne nuk e di pse unë insistosha Jon se do i ketë sytë të kaltërt. A mua emri Jon, kur thuat është sikur blut them. Nuk e di. Dhe unë normal që kemi pas favor disa emra, që njerin po e ruaj nëse kam edhe një çun. Dhe prandaj Jon. E kisha pyetje. Keni plan të bëheni prindër të një fëmije tjetër dhe dëshironi çun apo gocë? Vajzë, më fal. Kuptohet, unë dhe për Jonin kam dashur shumë të jetë vajzë. Unë i dua vajzat shumë. Dhe po nuk është nduar fëmia ajo, po sikur ta dija që kam vajzë direkt do e nisja. Po nga që kam frikë se do të jetë djalë, është ty dhe pak. Që nga momenti që ti u deklarove si bashkëshortja e avokatit i njohur në Maqedoni, nuk reshtën lajmet me dhurata. Adelina merr këtë dhuratë, Adelina merr këtë dhuratë, kjo dhuratë. Sa dhuratat janë bërë dhe sa shpesh të bën dhurata ky bashkëshorti yt? Se i çmende femrat e tjera. Thonë se sa dhuron e dikush ka shumë. Burri bashkëshorti sigurisht që është një tip që din të më gëzon me diçka të vogël se din çfarë dua. Dhe ato më bën shumë shpesh. Mund të them, unë nuk i nxjerr gjitha se sa dhurata marr realisht. Po më bën lumtur, jo dhurata, po më bën të lumtur gjesti, që për te kam rëndësi dhe ai nuk më harron nga gjitha obligimet që i ka, dhe seriozisht është shumë i zën, dhe më bën të lumtur që ai ka kohë të mendon për mua dhe të më gëzon mua. Gjesti më bën shumë përshtypje, nuk më bën përshtypje dhurata. Normal që çdo femër don dhurata dhe gëzohen kur shoh diçka që unë e dua, e kam dashur, e kam pa dikun. Po gjesti mbi gjitha më bën më shumë të lumtur. Cila është dhurata më e shtrenjtë që të ka bërë? Më e shtrenjtë. Nëse flasim për financiarisht, sinqerisht më bën më shumë të lumtur, ka para disa ditë më ka marrë një parsyze që ishin super të mira, po nga që aty marrë tërë kohën syze dhe kam diskaunt shumë të madh dhe më tha që më tha burri, tha Adelina, tha duhet të them, tha diçka, tha patjetër, tha ti mora tha këto syze, tha, po që nga që prova me zemër të pastër, tha të ti blej, tha, ai buxheti që ke bo se bëhet në 6 muaj, është asnjë lloj dyqani që në 6 muaj bëhet një buxhet, një bonus që ti çfarë
syze merr, ke diskont madh. Dhe më dolën tha syze të 50 euro. Tha dhe kështu. Ata me zemër tha po ti blej gjërat. Du të them që nuk ka të bëj pagesa dhe për mua sinqerisht nuk më bën atë shumë përshtypje sa vlerë kanë. Normal tash ti gjërat e shtrejta mundohesh ti ruash më shumë dhe e kanë një farë vlere ndoshta para syve, po jo që më bën një përshtypje të madhe. Po ti bën dhurata? Dhurata se burri shkon shpesh në pazar. I bëj një listë dhe shkon në pazar. Dhe sa herë që shkon në pazar ai gjithmonë kthehet jo me buket nga këto lulishtet që janë shtrejta, po nga ato lulet e pazarit, unë çdo diele pothuajse marr një buqet tillë dhe ju nuk e dini se jam e lumtur. Momentin që ai haron ndonjë diele, mu gjithë ti po flet tani dhe mua direkt më duket sikur jeta jote është si këtyre telenovelave luksoze. Mund të na tregosh se në çfarë shtëpie jeton? Sa është, ku është, sa kushton, çfarë ka diçka të veçantë në shtëpinë tënde që e ke bërë ti për çefin tënd? Shtëpia ime është 180 kvadrat. Është metër katror. Dhe është kemi një këtu, kjo është tavolina ku hajmë bukë. Është salloni, është kuzhina këtej dhe është një korridor i madh që hyhet në 3 dhoma gjumi. Unë njërën dhomë gjumi kam bë klozet, garderober, njërën dhomë është e çunit, njëra është e burrit dhe imja. Po tani kemi plan të bëjmë shtëpi, sepse për fëmijë tjetër dhe mënyrën si jetojmë neve, pak është e vogël. Nuk është ndoshta e vogël, por është plani i tillë, që ne nuk mund këtu të egzagjerojmë dhe një dhomë tjetër. Dhe kështu që unë jam rrit në shtëpi, nga kur kam qenë e vogël, dhe ne këtu jemi me një kompleks shumë të bukur, por që mua më mungon shtëpia dhe obori privat dhe të ndjem më komod, sepse sido që këtu kemi fëqinj dhe duhet kemi parasysh rregullave dhe çdo gjë tjetër. Dhe kështu që shumë shpejt do bëjmë dhe një shtëpi, si duket. Dhe do largohemi nga këtu, po ky apartament do më kupton gjithmonë gjëra që kam përjetuar. Do nxjerrë në shitje këtë shtëpi apo jo? Jo, nuk e besoj. Është arreduar me shijen tënde apo si, kush e ka arreduar? Sepse shoh një stil klasik, neoklasik. Gjithçka kam. Interior design 100% e kam bërë unë. E ke bërë ti? Çdo gjë ka qenë shumë e thjeshtë, apartament i thjeshtë, po unë kam dizajnuar, jam munduar të bëj atë çfarë unë dua. Dhe më pëlqen, po tash si ka filluar të mërzitet dhe duhet dhe prapë dhe diçka të bëj. Do të ndryshoj nga e para. Si e kalon kohën nga mëngjesi në mbrëmje? Cila është rutina jote? Unë zakonisht zgjohem herët flas në ora 8, 8:30, 9 maksimumi. Zgjohem, pi kafe dhe përkushtohem me Jonin. Joni e ri në atë karrikën e vet që e ka. Dhe ri afër, flas me të, më kupton sa mundohet, më jep shumë pozitivitet, që është shumë pozitiv dhe mundohem të flas me të. Pas gjysë ore që pi kafe, flas me burrin, ai është në punë dhe i them ditë mbar dhe pastaj flas me mamin. Nëse kam ndonjë obligim shtëpi, nuk është se unë nuk punoj asnjë gjë, nëse kam ndonjë obligim shtëpi, duhet të punëtores ose diçka të e bëj. Në rast se ri në shtëpi dhe nuk dal atë ditë vendos të ri në shtëpi, gatuj diçka në shtëpi dhe e bëj me shumë dashuri atë. Dal me Jonin poshtë dhe e shih Jonin. Vishe mund shkoj deri tek burri të pi kafe, nëse takuam me ndonjë shoqe të pi kafe. Nëse kam obligime tjera pune, i mbaroj ato obligime. Kthehem në shtëpi, prap i kushtohem, mundohem të vi para se Joni të flet gjumë natën, që ta shoh për natën e mirë. Dhe si çdo nanë dhe si çdo grua që ka obligime, të njëjtën e bëj dhe unë, asgjë ndryshe. Po jemi thjesht. Të mungon kjo jeta e skenës? Jo. As pak?
Ke marrë në ofertë këtë periudhë që ti jesh pjesë e një spektakli nga kush dhe ku ti ke thënë jo dhe ku ti ke thënë ndoshta edhe po? Spektakël jo, për spektakël jo, se si duket e kam pa nga ajo ana ime që si duket nuk pranoj ose nuk kam të mundësit, po që koncerte kështu po nuk kam pranuar sinqerisht. Jo për arsye, po seriozisht unë nga që kam punuar nga shumë e vogël, po punoj punë tjera dhe po merrem me gjëra tjera, unë do mira me muzikë, ndoshta do shkoj edhe në koncerte, po jo për të njëjtin buxhet sikur kam shkuar për. Tani kam familje dhe të shkëputem unë nga familja, nga Joni dhe mos jem në shtëpi 3 ditë, dhe derisa të kthehem është ajo jetë e rëndë, duhet tërë natën të je zgjuar, pastaj udhton, je e shkatruar, duhet një ditë të vish në vete, unë nuk e di a jam aq e fortë të ballafaqoj atë lloj jete. Po, me që the për buxhet, sa je paguar dhe sa do ishte çmimi yt nëse filloje tani pas pandemisë me koncerte? Nuk do kisha dash të flas për çmime për arsye se nuk ndjehem mirë, sinqerisht. Nuk du të them se kam marrë unë 3.000 euro, tani do marr 10.000 euro. Janë muhabete kot këto, se nuk më pëlqen t'i bëj. Po sigurisht që gjithkush mua askush s'mund të më paguan si Adelin, po më paguan për atë që unë e bëj. Dhe sigurisht që nëse shoh të arsyeshme atë çmim, do kisha shkuar, sepse ne nga ajo jetojmë, fundit ato lek marrë dhe unë blej diçka dhe knaq veten, ose bëj këngë, ose paguaj harxhimet çka kam, pa marrë parasysh. Po maltretohem, por unë për të lodhem dhe të lej familjen për një buxhet vogël, nuk e shoh të arsyeshme. Po bashkëpunëtorët me të cilët ti bën këngë të reja, e kanë rritur çmimin tani meqense lexojmë të lajmet që Adelina është martuar me burr të pasur, ti arritin pak çmimin apo jo? Jo, sepse unë mire me muzikë dhe unë i di çmimet si kanë qenë dhe para dhe ajo mendet që do mrin të çmimin unë s'do bëja këngë. Kështu që jo, nuk e kam. Kompozitori që të bën këngët më shpirtërore që ti ka bërë gjatë karrierës tënde. Sepse ke shumë këngë dashurie, balada, të cilat ti i qanë për rirë të së vërtetës. Unë kam punuar me Elgit Dodën, kam punuar me Irgencin, kam punuar me Darkon, po do ta veçoja Irgenc Hykën dhe do ta veçoja Darko Dimitrov. Sepse kanë kualitet vërtet super të madh. Flas nga ana shpirtërore, nga në çdo aspekt. Mund të veçosh një titull këngë të cilën ti e ke shkruar për veten tënde? Nuk kam shkruar unë asnjë këngë. Po një këngë që nuk e pëlqen fare nga repertori yt, që thuaj që këtë më mirë të mos e kisha publikuar. Po është një këngë shumë e vjetër e imja që unë kur e ndëgjoj atë këngë, mua nuk di është whisky quhet kënga dhe as pak s'm pëlqen. Whisky. Me që jemi te whisky, ty të pëlqen alkooli, çfarë marrëdhënie ke me alkoolin? Oh, çfarë marrëdhënie kam? Nuk jam tip të pi me do, po nuk është jam tip që as pak s'pi. E kam një mes të këndshëm që më pëlqen të pi një gotë verë ndoshta, të trek. Dhe nëse dal mund të pi një gotë, po jo të pi dehem se nuk e balloj dot. Nuk jam tip që mund të pi se bëhem keq. Dhe për atë nuk më pëlqen, nuk më mban organizmi dhe unë nuk alkooli është një sa më shumë abuzon dhe më e fort bësh. Më kur pin shumë, me një gotë ndihesh sikur ke pe një shishe. E vërtet. Se pi shumë nuk pi fare, por në momentin kur je një shoqëri, mund të pi edhe 2-3 shishe verë, po që nuk fare shoqëria mirë shoqëria jo nga. Po kur jemi bashkë shortin, ndodh ndonjëherë që dejeni, thoni sot do bëhemi tap, për shembull. Nuk themi se do bëhemi tap, po ashtu fillon mua vi tap. Ka ndodhur? Po, kam ndodhur një herë ishim në restoran. Duket spanjol ishte ose meksikan. Nuk jam e sigurt, po ishte një verë shumë apo mua më duke mirë, po ishte verë, ishte vap dhe unë pisha verë të kuqe.
Thash burit, pi se shumë e mirë. Dhe ai filloi me pi, beso ose kemi pi shishe verë. Unë nuk e di si jemi kthy. E nuk u dëgjua. 6 shishe. Rishpi, po kjo ishte para 3 viteve, 4. Tani sa vite keni bashkë ju, se i bie që keni shumë vite, më që po thua 3-4. Sa vite keni ju të dy? Ne në shtator tani bëjmë 6 plota për 7. I festoni për vjetoret, si i festoni? Sigurisht, i festojmë gjithmonë jemi në Vjenë, në shtator, ashtu ndodh një rastësi që jemi në Vjenë, dhe gjithmonë shkojmë te një restoran ku ai më kërkoi për grua mua. Dhe gjithmonë festojmë aty për vjetorin, ajo është kur jemi njoftuar, ajo nuk është data kur kemi filluar kemi bashkë. Po. Dhe gjithmonë aty jemi. Dhe për vjetorin e martesës, e kemi për ditëlindjen e burrit me 20 dhjetor. Njëjtë ndodhemi në Vjenë dhe gjithmonë e festojmë të njëjtin restoran. Ti tani do të rritesh sa më shpejt në moshë që ti afrohesh bashkëshortit? Seriozës? Nuk ndjej diferencë moshës. Apo nuk e keni fare këtë diferencë, ndjeni aq shumë shok sa merreni fare me këto numra? Veç me gazetar dhe me njerëz që komentojnë ose që merren me moshën. Unë as pak nuk e ndjej. Në asnjë mënyrë. Adelina Adrenalina thot një komentues. Adelina Adrenalina. Aha. Se dhe unë nuk po i lexoja komentet, po tani ma kapi syri njërin prej tyre. Tani edhe unë po lexoj, nuk kam lexuar deri tash asgjë, tash po shoh që ka komente. Ndalojmë pak tek ndërhyrjet estetike. E komentuar edhe për këtë pjesë, jo pak. Ç'mund të thuash për këtë? Unë çka mund të them të nxjerr foton e babit dhe mamit që i kam yje, që duken shumë më bukur se femrat 25 vjeçe që janë. Dhe ato foto do dëshmojnë për ndërhyrjet e mia, nëse flasim për ndërhyrje. Madje me mamin dukeni si motra, sepse mbaj mend që të shoqëronte në këngën magjike. Po. Të ka shoqëruar, nuk e di më vonë, po dukesh si motra, do të thënë shumë i ngjan shumë mamit. E vërtet. Ajo është përgjigjja më e mirë që unë të them, se çfarë do të them gjithmonë për femrat bukura, është diskutuar, është e bërë, ka bë këtë, për ato është e bukur, jo zemër. Çfarë do estetike të bësh nuk të bën të bukur. Mund të pranë atë çka ke ti, po nuk mund të ndryshon, sepse dukesh si majmun. Se ka shumë femra që kanë ndruar fytyrën, po vjen një moshë ajo egzagerohet dhe duket shumë keq. Po, se nuk din të ndalen. Në fakt, çfarë mendimi ke për vajzat që duken si kopjet e njëra tjetrës? Unë kam bë buzët, po nuk i kam egzageruar, se unë gjithmonë i kam pas. Nuk është se nuk kam bë asnjë gjë në fytyrë, kam bë dhëmbët, shembull, kam bë këtë fundi që është Hollywood smile. Po unë nuk kisha aty të keqe për ta bën. Njeriu gjithmonë duhet ta bën veten të ndjehet mirë dhe duket bukur. Unë dua njerëz të bukur dhe më pëlqen të jem e bukur. Dikujt ai pëlqej apo jo, unë nuk i pyes sepse flitet për veten time. Atij që se pëlqej, nuk ka nevojë të diskuton. Atij që pëlqej, faleminderit shumë. Kështu që mërzitin këto, nuk mërziten, po nduken shumë thjeshta këto në shekullin 21 diskuton kush është bë, kush është bë. Tani po bëhen dhe fëmijët nga 14 vjet fillojnë bëjnë hunën. Sepse moda dhe gjë estetike është medicinë, sikur ne bëjmë të shërohemi nga ndonjë virus, njëjtë gjë, sepse mundi dhe tërë jetën infektoj njerëzit përreth vete nga mos vetbesimi, kanë operohet dhe ndjehet mirë, sepse tërë jetën jeton me një fatkeqësi, mund ta them që ai e ka dhe mendon që nuk duket mirë. Pas lindjes, more kile dhe si arritet ta sillje formën fizike njësoj si më parë, kur shfaqesh në këto spektaklet ose festivalet shqiptare që bëje përshtypje për linjat e tua? Sigurisht që tash këtë temë duhet flas pak më shumë, sepse është biznes që unë kam filluar ta bëj. Unë kur mbeta zënë, kisha 59 kg, kisha shkuar 3 kg nga peshat që unë bëj. Unë dila shtatzën me Jonin. Muajin unë kisha frikë të matesha, se shifsha që nga numri 38 i kamës kisha mri 41. Dhe kisha frikë. Dhe sigurisht që kur kapin dhimbtat dhe shkon në
lindjes është me domosdosh që hypesh dhe të shohësh sa kile ke. Dhe unë kisha 84.8 kg. Po thon komentuesit që nuk dëgjohesh mirë, shpresoj që 50 nuk dëgjohesh mirë thon. Se di se t'ja bëjmë. Nuk e di. Atë të provoj të ndali bifin prap? Po, provoj që të paktën kjo biseda që do bëjmë në vazhdim, sa minuta na ka mbetur dhe 15 minuta, se pastaj tani jam dëgjojmë. Po, tani rregull, vetëm ka shkëputje të vogla më vonë. Vazhdojmë dhe e shohim rrugës. Aha, dhe u peshove dhe ishe 80? 4.8. Dhe çfarë? Thuaj se rash në depresion. Kur e linda Jonën e kam lind në proces normal, jo cezarian, normale. Normale, po. Dhe ditën e parë mbas lindjes, kur shkova të bëj dush, dhe pash vetën çfarë gjoksi kam dhe çfarë barku, unë kam fillu të çaj, se unë asnjëherë në jetë nuk e kam pa veten, po mami më thoshte mos ke më rakse, unë kam qenë kështu, po pare, mos më bënte përshtypje që më thot dikush se unë nuk isha mësuar ndonjëherë në jetë ta shoh ashtu veten. Dhe nuk mundet të mbinte as mami as një njeri i gjallë. Dhe unë vendosa dhe mos t'i jap gji fëmijët, sepse vendosa të pica kokra që kisha ndëgjuar për dopsim, për arsye se unë fillova të çaj, nuk u ndisha mirë, isha nën egoiste mund të. Po, e kuptoj. Mora ca kokra, cilat kisha frikë të tregoj njerëzve, sepse gjithmonë të kuptojnë ndryshe, gjithmonë të kuptojnë ti nuk je nane mirë, se gjithë bojnë që e dojnë fëmijën tërë më shumë se ti. Dhe unë vendosa fola, edhe qumshtin, nuk është se kisha shumë kualitet dhe Joni më qanë të gjysë ora. Nuk ishte se unë kisha qumësht, për nuk ishte se ishte qumshti kualitet dhe një jam tha, Adelina, duhet të marri masa, sepse si duket Joni nuk pe ngin mjaftuesh qumshtyt. Dhe mu aq mu desh, në momentin bas 4 dite, kur erva në shpi, unë fillova të pica kokra për heqje kilogram dhe unë mund të them që për brenda 2 muaje u ktheva sakt moshën që unë kisha përpara. Në peshën që të kishe, po, brenda 2 muajve. Po, brenda 2 muajve, sepse ishin normal, ujë ishte që organizmi kishte mbajtur ujin nga shtatzania, etja, dhe çdo gjë tjetër dhe shumë shpejt i hoqa kilet. E bisedove me dikë këtë pirjen e këtyre tabletave, apo e bëre vetë me mendjen tënde? Kisha dhe kohë përpara që unë i kisha konzumuar në momente kur kisha pas nevojë për ndonjë 1 kile, 2, se unë knaqem kur ha, dhe shembull unë nuk shnoshëm aq sa unë knaqem të mbush tavolinë edhe veç të ha. Dhe ka momente që vjen një kohë që unë shtoj 3 kile dhe se shoh vetëm dot se më njëherë ndjej. Dhe po nuk është se më kam bën ndonjëherë dëm, se normal se çdo pilul që konsumojmë, normal që i ka ato jo efekt që do psohesh dhe pastaj i kthen. Po momentin kur nuk kanë, nuk kthehet. Dhe pastaj pasi fillova ato ta bëj, ajo kompania tymve hapave më ofruan të unë të bëj bashkëpunim me ta, të punoj për imazhin e tyre, dhe unë fillova ta bëj atë. Po që fatkeqësisht kualiteti atymve humbi mbas 3 muajve, ato kur prun një magazin, një hapa të reja, dhe bashkë nuk është i njëjtë. Dhe në momentin kur unë jam imazhin një, mu filluan të më shkruajnë njerëzit, Adelina pse gënjen, Adelina pse nuk ka efekt të njëjtë sikur që kishte ato që kishin provuar. Se nuk ishin të njëjta sikur që ishin përpara, por nuk ishte i prodhova unë. Po. Dhe kaloj një kohë gjatë, unë thash me burin, pse thash unë të bëjmë imazh dikujt, pse nuk të marrim masën, ne të bëjmë diçka. Dhe buri ka kontaktet e veta, dhe ishte një mik i tij që është në Japoni, që punon me farmaci këtu tek neve, dhe ai punon me këtë lloj produkti. Punon me farmaci, me ilaç. Biznesi, po. Dhe ai tha, unë dua të bëj lloj hapa të tillë, po me super kualitet lart, që do të ketë 100% efekt. Unë thash, unë nuk besoj, sepse një herë kam bë dhe dolën super të mira, po pastaj nuk ishin të njëjtat. Nuk e di çka ishte puna, se ato nuk më tregonin mua, sigurisht që në si tyre.
Dhe më tha Adelina, unë do të garantoj për kualitet, do t'jap një provon vetën tënde dhe më thuaj. Dhe ne atë periudhë ishim në karantinë dhe unë kisha shtuar 6 kg. Dhe unë fillova të pi ato hapat dhe e ndjesha të njëjtën gjë që kisha ndjekur përpara. Dhe unë brenda 2 muaj se pak bësha sport, pak vraposha, se ato të japin super energji, për nuk preferohet sepse momentin kur bën sport, nuk i huq atë shpejt kilet, se bën organizmit një shok i cili ato çka ka e përmban, nuk të jep të harxhosh kalori, sepse frigohet mos kur do japish para pushim, sepse ato nuk të lejnë të hash dhe nuk ndjen. Dhe unë brenda 2 muajve me këto tash që po punoj, unë kam humb 6 kg e gjys. Dhe janë super të mira. Kur unë them që janë super të mira, unë nuk jam tip që gënjej dhe nuk jam tip që dëshiroj të bëj diçka se nuk kam ndonjë interes unë bashkëpunoj me dikën për të gënjyer njerëzit ose për të fituar lek. Po thjesht e bëj seriozisht, e bëj për mbush veten, merrem me diçka, po ndjem shumë mirë se e di mbas lindjes si unë ndjesha unë kur ke kile. Dhe sigurisht që ato femra që ndjen me kile tepërta nuk ndjen mirë. Dhe kjo është sinqerisht një pako që nuk ndjen as pak urin dhe ndjen me energji. Dhe do këto është pa problem. Heq pesh pa problem. Këtë verë me bikini do ishe shumë e sigurt, shumë e bindur për të dalë dhe për të bërë foto dhe për të postuar në Instagram. Tani për momentin kam 55 kg. Jam më në formë. Ndaj gjitha rrobat e banjës që kam pas para dhe gjithçka tani më bin sigur kam qenë para. Më është kthyer trupi normalitet 100% sikur kam qenë. Si të duket, ka patur momente që je lotur aq shumë nga statusi i mëmësisë, sa ke thënë? M'fal që për të ndërpyer, ka shumë mesazhe që shkruajnë për me tabletat. Unë kisha sugjeruar që ta pyesim që mos të bezdisin. Shkruajnë gjithë faqja Perfect Slim 001. Ta shkruaj këtu poshtë që mos na bezdisin dhe ta din. Okej. Kërkojnë ndje zemër. Jo, s'ka problem, jo. Ja, mund të shkruaj që kishin pyetur shumë. Po se ka shumë, po shoh që ka shumë të drejtojnë. Do kenë përgjigje direkte dhe sinqerisht të them që ka super efekt për ato femna që kanë kile dhe nuk ndjehen mirë dhe po vjen vera nga karantina, kemi ëndër ças duhet. Është një stres shumë i madh, shumë e vuajnë. Çfarë nuk bëhet për të pasur një trup në formë? Nuk të thoni që është nuk e di si dukesh poshtë, po ti ke nevojë ta nisi një pako dhe ta shohësh vetë. Unë? Po, nuk e di si dukesh poshtë, po ta shoh veç kokën lart. Jam 50 se qish. Atëherë ta them peshën që jam 52 kg? Super, ti zemër s'ke nevojë. Ti duhet dukem nga flokët, dukem nga flokët, ndaj. Nuk duket të parë, unë tash nga është kukull. Po poshtë si dukesh, dhe prandaj tash po pata nevojë ta nevojë edhe më mirë. Prapu shkëpute pak. Të bëjmë një pyetje para se të na mbyll Instagrami, se 60 minuta e ka live-in, limitin. Si janë marrëdhëniet e tua me shoqet mikeshat e muzikës? Se janë bërë lajme edhe për këto. Për Tuna Sedion dhe Genta Ismailin. Kush është? Po Genta? Kush? Tuna Peshku? Hajmë, verës unë ha Tuna. Mirë. Po Genta? Me njëre marrin seriozisht dhe fillojnë shkruar. Unë me që kam kolege, kam dhe vendase. E kemi të Shkupit. Po, jemi të dyra nga Shkupi. Jo, seriozisht e respektoj shumë punën që bën, tashti shakat anësh, se unë jam tip që bëj shumë gallat dhe mos të marrin seriozisht. Jo, se u kuptuaj që ishte batut. Është super këngëtare me super talent, është shumë vajzë mirë. Asnjëherë, sinqerisht, asnjëherë nuk kam pas ndonjë debat, edhe pse është shkruar, është bë, asnjëherë në jetë nuk kam pas ndonjë debat, përkundër, jemi takuar, kemi thënë mirë dita, unë e respektoj shumë dhe punën që e bën dhe është Tuna super talent, ka një zë shumë të mirë dhe bën këngë shumë të mira.
Tuna kur ka filluar të këndon fillimet e para, më mund të them kam qenë shumë e vogël. Ajo është një ndër artistet, mund të them kështu që kanë dalë me super kualitet, është una një ndër të para. Seriozisht shumë respekt për ta. Genta Ismaili, njëjtën e mendoj edhe për te. Është një nga këngëtarët e para që ka dalë me super kërcim, me super talent, dhe kur dul Genta, gjithë neve ishte wow. Si për mua unë mund të them nga inati ose nga xhelozia, por realiteti është ashtu. Dhe sinqerisht asnjëherë në jetë nuk ka ndonjë debata, diçka shkruar gjithmonë, nuk e di a ka qenë nga natyra, sinqerisht, po unë tani shpejt kam shkruar me Gentën fiks për këto hapat, për këtë pakun për dopsi që duhet ja nisi asaj, dhe asnjëherë nuk kemi pas as debat e jo diçka më tepër, asnjëherë. Me asnjë këngëtar. Media ka shkruar, se di, se çfarë ka ndodhur. E di, na munduar mos diskutoj, mos të hyj aty, se gjithmonë ju jap rëndësi dhe shkruat ndryshe nga ajo që është, po nuk është e vërtetë. Edhe një pyetje të fundit, kur para se të bish në Tiranë, ku ti telefonon një mikeshe që është i njohur, personazh i njohur me të cilin ti takohesh gjithmonë sa herë që vjen? Unë kam miq dhe shumë njerëz që i dua dhe dashamirën në Shqipëri, unë kam shoqëri mund të them më shumë se këtu. Seriozisht, sepse jam shoqëruar dhe kam jetuar 2 herë nga 3-4 muaj aty, dhe deshte bën një shoqëri. Po gjithmonë kur vi për punë, njerë më fokusohen në punë edhe të kthehem sa më shpejt. Po kam si Era Rusin, Rozana Aradin, Angela Pelisterin, i kam mike shumë të mira dhe seriozisht kaluar shumë mirë me ta. Dhe i kam shumë për zemër. E kuptoj. Ke menduar të bësh ndonjë duet dhe do marrësh pjesë edhe një herë te Kënga Magjike? Kënga Magjike është një ndër festivalet që unë respektoj më shumë. Po sigurisht që unë kur përkushtohem pjesë dikun, përkushtohem me shmish shpirt, nuk shkoj marr veç pjesë, dhe ajo do të më shumë energji dhe përkushtim. Kam menduar, unë qysh vitin e kaluar kam menduar, po e mendon dhe nuk e bën. Dhe kështu që duhet marr hapin, jo që dalon diçka, po thjesht unë jam tip që çfarë do që bëj, duhet ta bëj perfekt dhe ta bëj më së miri që mundem. Sepse jam tip që dua nga detajet, nga çdo gjë duket super mirë. Dhe kështu që sigurisht që ndoshta do të marr pjesë, pse jo. Po një duet që e ke menduar dhe që mund ta shohim një ditë të realizuar? Po nuk e kam menduar me kë akoma, po sigurisht që dua të bëj ndonjë bashkëpunim me dikë. Cili të duket mirë, më thuaj emrin e një këngëtari që të duket se të shkon shumë për shtat. Mos më thuaj këngëtare femër, një mashkull që mendon se të përshtatet, që të plotëson në një skenë ose në një klip. Tash më pyet diçka që kur më pyet nuk si për shërë nuk më kujtohet ndonjë që unë ta them, unë nuk është se nuk dëgjoj muzikë shqipe, unë dëgjoj shumë muzikë shqipe, dhe tani kam hyrë me një film, mund të them, dëgjoj Unika Tilin. Nuk e di pse më pëlqen. Angjesi që më dëgjoj, lëshojmë zërin, dhe ajo është gjithë me çara. Po tani për momentin, ja, me ta po ndjem mirë, dhe kam faza. Kam fazë që ndëgjoj këngë patriotike. Ka fazë ndëgjoj këngë, nuk di çfarë të them. Nuk jam tip që dëgjoj vetëm këtë këngë, ose dëgjoj vetëm këtë këngëtar. Jo, unë dëgjoj muzike. Dhe për çfarë do lloj muzike të më pyet, nuk di. Dhe kështu që nuk jam tip, them tash, unë e dua këtë këngëtar. Jo. Ose me këtë më shkon. Është puna e kënga tjetë e mirë dhe tjetë këngëtarët përshtatshëm në atë këngë. Mund tjetë kënga super e mirë, po nuk i shkon Unika Tilit. Po mu më pëlqejnë ekstremisht shumë si rapista me plot kuptimin e fjalës janë vetëm ata. Për mendimin tim, në tregun shqiptar janë ata. Mandej mund të emëroj dhe disa rapista tjerë, po që nuk janë rapista me plot kuptimin e fjalës. Këta i respektojnë me zemër dhe me shpirt. Dhe rënqetem kur i ndëgjoj. Adelina, ishe shumë e mirë, shumë e lirshme, bëm një bisedë vërtet të këndshme të dyja. Unë nuk naqa për vete, sepse je nga ato personazhe që i jep, nuk personazh i lirshëm që flet pa problem.
Dhe kjo është shumë e rëndësishme për një personazh të famshëm që të mos ketë kompleksin e të shprehurit, sepse ju jepni gjithmonë mesazhet tuaja. Keni shumë ndjekës dhe po s'u shpreh kur do shprehet. Faleminderit shumë, unë